Ka momente kur realiteti televiziv pushon së qeni thjesht spektakël dhe shndërrohet në pasqyrë të thyer. Çdo copë pasqyre reflekton një kënd tjetër të së vërtetës dhe publiku mbetet të mbledh fragmentet. Dalja e një videoje të supozuar, ku Limi, Alba dhe Dolce shihen bashkë në një rrugë pas një makine, ka vepruar pikërisht kështu, si një thyrje narrative që vë në dyshim gjithçka që është ndërtuar brenda mureve të Big Brother Kosova. Dhe kur jashtë shfaqet një imazh i qetë, ndërsa brenda ndërtohet dramë, pyetja bëhet e pashmangshme: çfarë është reale dhe çfarë është rol? Eseja nis jo me pamjen, por me tronditjen. Tronditjen e publikut që sheh dy realitete që nuk përputhen. Nga njëra anë, shtëpia ku tensionet shpërthejnë, akuzat përplasen, lotët dhe zërat ngrihen; nga ana tjetër, një rrugë e zakonshme, një makinë, disa figura që duken të qeta. Edhe nëse videoja nuk është e verifikuar, vetë ideja e saj mjafton për të çarë besimin. Sepse reality show jeton nga një kontratë e pashkruar, ajo që shohim është e vërtetë, ose të paktën e sinqertë në konfliktin e saj. Në këtë kontratë, njohjet nga jashtë janë zona gri. Ato nuk janë domosdoshmërisht shkelje, por bëhen problem kur shndërrohen në koordinim narrativ. Kur publiku sheh një video të supozuar që sugjeron afërsi, ndërsa brenda shtëpisë sheh përplasje të ashpra, lind dyshimi se drama është e orkestruar. Dhe orkestrimi, i vërtet apo i imagjinuar, është armiku më i madh i autenticitetit. Dramaturgjia e kësaj historie është e fortë sepse ndërton kontrast. Brenda shtëpisë, fjalët janë thika. Akuzat janë të drejtë për drejta. Aleancat prishen në sy të kamerave. Jashtë, sipas videos së pretenduar, ka qetësi, normalitet, një bashkëqëndrim që nuk përkon me urrejtjen e deklaruar. Ky kontrast prodhon disonancë morale. A është konflikti i vërtet, apo një skenë e nevojshme për të mbajtur ritmin e spektaklit? Eseja nuk nxiton të japë përgjigje. Ajo ndalet te fuqia e imazhit. Një video, edhe e paqartë, edhe e paprovuar, ka aftës. Të rrëzoj fjalë të shumta. Imazhi krijon besim ose mosbesim me një shpejtësi që argumenti nuk e arrin. Në epokën e rrjeteve sociale, perceptimi shpesh fiton mbi verifikimin. Dhe pikërisht këtu lind drama e vërtetë, jo në shtëpi, por në mendjen e publikut. Nga këndvështrimi psikologjik, ky episod është studim i roleve. Brenda shtëpisë, secili luan një rol që i sjell avantazh, i forti, viktima, demaskuesi, i heshturi. Jashtë, rolet bien, ose të paktën kështu duket. Dhe kur rolet bien, lind frika se ajo që pam ishte teatër. Por edhe kjo frikë mund të jetë projekcion. Publiku kërkon pastërti absolute në një format që jeton nga konfliktet e papastra. Etikisht, pyetja bëhet më e mprehtë: a është e ndershme të ndërtohet dramë mbi marrëdhënie që jashtë kamerave janë të qeta? Nëse po, atëherë reality show kthehet në skenar. Nëse jo, atëherë videoja, nëse ekziston, duhet të sqarohet. Këtu hyn përgjegjësia e produksionit, jo për të shuar zhurmën, por për të qartësuar rregullat. Çfarë lejo?